Është realizuar më në fund projekti i parë për këngëtaren që bëri buj mjaft vitin e kaluar kudo në mediat shqiptare. Ajo që na bëri të ndihemi krenar është voglushja Erza Muçolli, e cila më në fund ka publikuar edhe videoklipin për projektin humanitar Kids United të Fëmijët të Bashkuar, projekt i UNICEF-it, dhe kënga tani më është online, ashtu sikurse edhe mund të blihet kudo për të ndihmuar të gjithë refugjatët. Ne në vazhdim do të zhvillojmë një bisedë të drejtë për drejtë me babain dhe me Erzën nga Parisi, Mehmet Muçolli. Përshëndetje, Mehmet. Përshëndetje, Dukaxhin. Mirë se vjen në Kosovë. Ju falenderoj shumë, ju falenderoj të mirë të vjen gjithë. Sa po është publikuar edhe ky videoklipi, unë e di se ju keni punuar shumë me Erzën edhe si familje dhe keni ndihmuar. Në fakt se falë ndihmës suaj është realizuar edhe ky projekt që është mjaft serioz, dhe tani do të thoshim edhe i pari serioz për Erza Muçollin për një karrierë të suksesshme në vazhdim. E vërtet është kemi dhënë mundin tonë, kemi pas mundësi deri më tash, është një projekt shumë e rëndësishëm, është një projekt internacional i cili është pjesë edhe UNICEF-it, dhe jemi krenar që një vajza jonë të jetë pjesë e këtij programi edhe këtij albumi që do dalë me 20 nëntor para në ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Në këtë album do të ketë edhe këngë të tjera ku do të interpretojë Erza. Po, gjithsesi janë 12 këngë, në të cilat Erza me çdo këngë është pjesë e këtij albumi. Merr pjesë me këndimin e saj. Sa jeni të kënaqur me realizimin e këngës dhe videoklipit? Po jemi shumë të kënaqur, se pikë pare është një projekt i UNICEF-it, i cili një pjesë tona gjithë këtij albumi do të shkojnë për refugjat dhe fëmijët refugjat për të ndihmuar në shkollimin, në higjieni, e gjitha ndihmat që ju duhen fëmijëve refugjat në gjithë botën. Në mediat në Francë është shkruar mjaft edhe për faktin se edhe vetë Erza është nga një familje refugjate nga Kosova. Po kjo e bën pak a shumë edhe me pas një përkohje më të madhe që të tregon edhe popullit francez, sidomos që edhe si një fëmijë me preorë nga një familje refugjatëve ka arritur që sot të bëjë një emër këtu në Francë, dhe njëkohësisht të jap kontributin e vet për ndihmë të gjithë refugjatëve, se kjo e ndihmë pak a shumë më shumë se gjithë tjerë, ka domethënë të jesh si refugjat nga tregimet tona të jetës tonë që gjithmonë kemi treguar vajzës tonë. Dhe me siguri se edhe ju vetë Erza është lumtur që tani ka rastin të ndihmojë edhe të tjerët. Erza shumë e lumtur, shumë e lumtur që është pjesë e këtij projekti, dhe po jep maksimumin e saj që të bëjë diçka shumë më interesante dhe më mirë. Ti kthejmë edhe pak sa klipit në këtë pjesën e parë të klipit. Klipi fillon me diçka e shkruar me thënien e nënëson të madhe nënës Teresë. Po, Dukaxhin, çka është më e madhe në këtë album, në këtë klip për shembull, se klipi fillon dhe mbaron me fjalën e çmuar të nënëson të madhe nën Tereza, paqja fillon me një buzëqeshje, dhe jemi shumë të kënaqur dhe gëzuar që një vajzë jonë shqiptare, vajza jonë gjithë shqiptare që është paraqet edhe merr pjesë me këtë fjalën e madhe të nën Terezës. Edhe kush më mirë që të paraqetë një vajzë shqiptare. E këtë ju ja keni treguar edhe aty, po besoj se edhe nëna Terezë edhe Erza janë shqiptare. Ato kishin takime me përfaqësuesin me drejtoreshën e UNICEF-it këtu në Francë, dhe i treguam për Erzën që na vim nga Kosova, nga veni ku edhe vjen vetë nën Tereza, edhe ishte shumë e gëzuar dhe bëri maksimumin e vet që të paraqet Erzën diçka edhe më ekstra në gjithë mediat franceze. Askush më mirë këtë nuk mund ta paraqet një familje e madhe që ka shkuar në Francë edhe si refugjat, dhe tani Erza që ka mundësi të ndihmojë të gjithë të tjerët që kanë nevojë. Zotëri Mehmet, do ta marrim paksa në linjë edhe Erzën që ne ta kuptojmë se si ajo po ndihet tani pasi që është përfunduar edhe videoklipi dhe është online. Po, gjithësisht do të jap për herë. Mirëdita Erza. Mirë. Shumë mirë, ju a jeni mirë? Po mirë. Ju po besoj jeni tani edhe më mirë pasi që keni përfunduar videoklipin dhe ju jeni aty në radhë të parë. Po, jam shumë e lumtur, edhe gjithë kom dashur një mund të fëmijët e UNICEF-it krejt botën. Kështu. E tani ju ke ndihmuar dhe do t'i ndihmosh edhe me tutje. Po. Erza, më trego si ki kalu gjatë xhirimeve edhe të këngës edhe të videoklipit aty me fëmijë.
shumë mirë, jena knaq, kena intezu, kena knu, krejtë kena bon, jena knaq. A mund të na sjellësh pak këtë kënaqësi këtu tek ne në Kosovë, ta interpretosh pak atë pjesën tënde të këngës? Ok. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, et ça pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Faleminderit. Keni një duar trukitje nga ona Erza. Klipi është i mrekullueshëm, edhe ti e mrekullueshme dhe pjesa jote është më e mira ku ti veçohesh më së miri në atë këngë dhe në atë klip. Shumë suksese, Erza. Faleminderit shumë edhe dua krejt. Faleminderit. Okej. Ja, pa duka gjenë në dëgjues pak. Po pak këtë kënaqësi të na sjell. Sa po i thash edhe Erza se ajo pjesa ku ajo interpreton është pjesa më e mirë dhe zëri i saj. Nuk e di ndoshta pak sa se neve na pëlqen Erza, po sido që të jetë është më të vërtetë ajo ku shkëlqen Erza më së shumti. Vërtet. Gjenë edhe në Paris, ekipi është një ekip shumë i madh, është dhe botin që dhimin në studio në shtatë më të madh botërore që është në pallatin e Kongresit në Paris. Zonën e Erzës e veçojnë diçka shumë besoj që kanë me pasë, më kanë propozuar disa projekte që Erza të jetë e vetme në projektet në kohët e ardhme, të shohim se çka do të bëjë, me të vërtetë e ka bërë një punë të madhe dhe të mirë. Vetëm suksese, punë. E di se ju pret shumë punë edhe për realizimin e albumit dhe për gjitha të tjerat që vinë. Do të keni gjithmonë për krajën tonë aq sa është mundur dhe do ta përcjellim karrierën e Erzës që të arrijë në maje ashtu edhe siç e meriton. Jo, faleminderit shumë se për kraja ju neve na bën më të fortë dhe ndihmë gjithë më mirë. Shumë faleminderit për ju. Zoti Mehmet, urime për realizimin e këtij videoklipi. Ishte ky projekti i parë serioz për Erza Muçollin si pjesë e UNICEF-it në botë për të ndihmuar refugjatët kudo që janë, dhe kënga dhe albumi do të jetë me 20 nëntor, përderisa kënga tani është edhe në shitje. Nëse keni mundësi, nëse jeni në Francë apo kudo që jeni, ju mund ta bleni këtë edhe përmes dyqaneve online store, por ta përkrahni edhe videoklipin me klikime dhe me komente pse jo përkrahase për Erzën. Faleminderit shumë zotëri Mehmet. Ju faleminderit shumë, përshëndetje për gjithë. Gjithat mirat. Ishim pra në linjë të drejtë për drejtë me Francën, i dëgjuat të gjitha të rejat dhe më të fundit sa i përket Erza Muçollit dhe projektit nga UNICEF Kids United.